programit Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Jam në këtë studio me një grup entuziast nxënësish. Janë nxënës të kolegjit Hasan Riza Pasha, pjesëmarrës në Olimpiadën e projekteve ASEF 2020, të cilët kanë ardhur në Mirëmëngjes Shkodër pas konkurimit. Së bashku me profesorin e tyre, zotin Ardit Boriçi, zëvendës drejtor i kolegjit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Profesor, natyrisht mbas konkurimit në ASEF 2020 ndjeni krenar për nxënësit tuaj një pasaport më e mirë e pjesëmarrjes me projektet, me rezultatet, një tregues plus për këto nxënës. Padyshim, ne jemi shumë mirë, ne jemi krenar, i kemi djemë e vajza shumë të mirë, punëtor, kanë punu pa fund për këto projekte që i paraqiten këtë fundjavë. U ndame mirë, këto ninë vlerësum, ne nina shumë mirë kur ata nihen mirë. Dhe për dëgjuesit, ata që na ndjekin ASEF, është një olimpiade e përvitshme? Po, është një olimpiade e përvitshme që nga viti 2007 zhvillohet në Shqipëri. Është një konkurs shkencor, mund ta quajmë, projektesh. Çdo person, çdo nxënës është i lirë, i shkollave tona është i lirë me bë një projekt në degën që i pëlqen atij. Në ASEF marrin pjesë vetëm shkolla jon, po marrin pjesë shumë shkolla, janë rreth 12-13 shkolla tani, përveç shkollave të Shqipërisë, një grup i kolegjeve që jena ne Turgut Özal dhe Gülistan, marrin pjesë edhe 3 shkolla nga Kosova dhe 2 nga Maqedonia. Pra është bë rajonale tani më, nuk është dikur ka qenë vetëm për Shqipërinë, tani është rajonale. Janë kategori kryesore, shkencat e natyrës, shkencat sociale, artet, është fut vitet e fundit, edhe shkencat kompjuterike. Gjitha këto ndahen pastaj me degë të veçanta. Për shembull, shkencat kompjuterike kanë robotics, kanë web design, kanë 3D, e tjera këto tjera ndahen me ato degë të tyre. Nxënësit tonë konkurruan në disa degë, në gjitha degët. Rezultatet ishin mreslënëse, mund të themi. Ne kena dërguar rreth 115 vet në Tiranë këtë fundjavët dhe rreth 80 vet janë kthy me 88 vet janë kthy me medalje, sepse mreslënëse jashtëzakonisht duhet dorë trokitur pikërisht ky rezultat i nxënësve. Jashtëzakonisht ne shikuam edhe dhënat që kena edhe vitet më përpara, domethënë kena kaluar vitin e vjetshëm, vjet kena kanë shumë mirë, po e kalum, morëm me medalje më shumë. Si numër medaljesh janë 50, po duke llogaritur se një pjesë e nxënësve punojnë me një bashkëpunëtor, 88 vet fituan medalje. Ku zhvillua ky konkurim? Për çdo vit ky konkurim zhvillohet në kolegjin Turgut Özal në Tiranë, një institucion me mjaft emër, mjaft vlera në Tiranë, me mundësi jashtëzakonisht mira për organizimin e eventesh të tilla. Duhet treguhet një diçka, 1000 nxënës kanë marrë pjesë në këtë aktivitet. 1000 nxënës është një shifër jashtëzakonisht e konsiderueshme. Aty duhet të thonë diçka që millet elita e Shqipërisë, elita e këtyre nxënësve. Pjesa më e madhe e tyre unë i kam njek, sot vazhdojnë studimet në universitetet më të mira të botës që kanë marrë pjesë më përpara. Njëkohësisht e kanë të hapur rrugën me marrë pjesë edhe në për aktivitete të tjera që lidhen me konkurse shkencore në Europë edhe në botë. Ne kena pasur prej shkollës tonë kena pasur nxënës që kanë shkuar te një aktivitet që është lidhur me këtë ASEF-in, Genius quhet. Kanë shkuar nxënës shkollës tonë. Pra është një pasaportë e mirë e rrugtimit. Elma për shembull ka të këtyre nxënësve tek pasioni i tyre krahas të mësuarit. Siç duket, shkolla juaj ka krijuar një atmosferë të mirë bashkëpunimi dhe përgatitje cilësore që këto nxënës të realizojnë projekte të tilla, të vlerësohen, të ndjehen të sigurt në paraqitjen e tyre. Pa diskutim, unë them gjithmonë ne kemi brumin e mirë, sepse me të vërtetë kemi nxënës të jashtëzakonshëm. Shembull në gjitha aspektet, vetëm në aspektin mësimor, po edhe si njerëz, si qytetar të shkollës. Kjo është shumë e rëndësishme. Fantastik janë.
Unë jem mirë, unë jem krenar, unë jem shumë edhe i motivuar kur dal në punë, kur kam me një stil, me nxënës stil. Por njëkohësisht këto janë edhe personazhe që nesër mas nesër, edhe këto që kam mas shtëpi këtu, që nesër mas nesër mund ta përfaqësojnë Shkodrën, jo vetëm shkollën tonë, jo vetëm veten, familjen e tyre, por Shkodrën mjaft dinjitoze edhe në arenën ndërkombëtare. Është vërtet bukur. Unë dëshiroj t'ja lë mikrofonin pikërisht këtyre nxënësve pjesëmarrës, edhe siç shoh kjo olimpiadë e projekteve ka nxitur gjithmonë krijimtari, dëshirë për të marrë pjesë. Për shembull, në mes këtyre 5 fituesve që kanë ardhur në studio, mund të vinin akoma më shumë, po kaq ishte mundësia dhe jona. Shoh Arbi Kukën dhe Mirvjen Boriçin, të cilët kanë qenë edhe një vit më parë, përveç se Elmës, e Lajdonit dhe edhe Elma ka qenë në vit. Edhe Elva, po. Kanë qenë edhe në studion ton, prandaj më duket sikur janë tashmë të njohur. Diçka rreth punimit tuaj, projektit që ju keni përgatitur, si lindi ideja? Përshëndetje. Quhem Elma. Po. Atëherë në Olimpiadën e Asefit unë mora pjesë me 2 projekte. Në kategorinë shkencave biologjike dhe në psikologji. Në biologji mora vend 3, ndërsa në psikologji vend parë, për cilën kam kanë një grup bashkë me Mirvjenin. Vendosme që temën tonë ta quajmë semikolon, që shqip përkthehet pikpresja. Arsyeja pse quhet pikpresja ka një kuptim mrapa. Ne bëmë një studim për depresionin, për si dhe për vetvrasjet, dhe e quhet me pikpresja sepse po të bëjmë një paralelizëm, ashtu si autori kur është duke shkruar një fjali dhe ai bëhet gati që me përfundu mendimin e vet, dhe bëhet gati që me mbyll fjalin, pothuajse gati që me vu pikën, ai vendos që me vazhdu mendimin e tij dhe në vend pikës vendos një pikpresje. Dhe të njëjtën gjë ne kena dashur edhe me stimulu tek njerëzit, që me dha një shpresë vetes tyne që me vazhdu. Dhe prandaj edhe projekti u quajt pikpresja. Si bashkëpunuat për realizimin? Atëherë për falë Mirvjeni. Po, Mirvjeni. Përshëndetje Mirvjen. Atëherë Mirvjen Boriçi. Po. Për të vazhdu mendimin që tha edhe Ilma, pjesa e realizimit të projektit ishte, le të themi, pak e vështirë, po ne vendosme me realizu në një mënyrë, le të themi, origjinale. Juris kemi përgatitur një quiz, një pyetësor, i cili përbënte fakte rreth statistikave të depresionit dhe vetvrasjes, që ne na u duken interesante dhe alarmuese në të njëjtën kohë. Edhe po të vini më re, njerëzit nuk ishin shumë në djeni këtyne statistikave dhe sa alarmante ishte gjendja. Prandaj, përveç kuicit, ne pyetëm edhe bashkëmoshatarët tanë dhe njerëz të moshës mesatare, pra prindërit tanë dhe mësuesat. Dhe në Shqipëri, fatmirësisht, nuk është një dukuri që është shumë alarmante si në vendet e tjera. Po të shohim rreth 800.000 njerëz vdesin nga vetvrasja në vit, është një shifër shumë e madhe, që do të llogaritet rreth një person për 40 sekonda. Ju me punimin tuaj desha të jepni një mesazh, patjetër. Po, ne vjet kena ardhur me mesazhin e pozitivitetit, ndërsa si mjet erdhe me një të vërtet hidhur, po që mbrapa kishte idenë jeta vazhdon, nuk keni pse me një vështirësi që u del përpara të mendoni se mbaroj aty. Ka gjithmonë shpresë, siç e thotë edhe është gjithmonë e drita në fund tunelit. Si e paraqitet, sepse ju jeni 2 bashk autore, si e paraqitet dhe si u prit ky punim tek ju? Keni fituar një medalje? Po, në vend parë. Të artë, po. Atëherë, normalisht dëshirojmë që projektin ton
të mos bete vetëm në stadin e një studimit, por që të kishin edhe baza morale, që njerëzit ta kuptonin edhe jo vetëm flitnim në ajër. Kështu ne ulme dhe diskutume për një kohë shumë gjatë, sepse të testosh njerëzit për këtë temë kaq delikate është e vështirë dhe nuk doshim që të ndikonim të ata. Për këtë arsye kena bë 2 eksperimente sociale me 2 grupe, si me grupin e vogël, si me grupin e moshës tonë. Në eksperimentin e parë i kërkume që të ballafaqoheshin me mendimin që kanë për veten e tyre, sepse është një ndër shfaqjet e para të problemeve që kanë ato me vetveten. Dhe kërkume studentëve ndryshëm që të komplimentonin një person tjetër dhe e bëshin këtë gjë me shumë dëshirë dhe me shumë lehtësi. Pra, ndjenja pozitiviteti duhet të triumfojë. Po kur i pyetshim ato që të thoshin diçka pozitive për të veten, ato kishin vështirësi, sepse gjithmonë njerëzit nuk janë të prirur që të shohin gjanat pozitive tek vetja. Ndërkohë kur kërkoshim që të thoshin negativen tek vetja, atë ishin shumë gatshëm dhe ne gjithmonë kërkoshim 3 pika dhe ta thoshin edhe më tepër. Pra, gjithsesi ju doni të jepni një mbështetje në të anëve pozitive të cilat duhet të bëhen një themel për të ndërtuar. Si bashkëpunuat me profesorët për ta paraqitur këtë ide tuajën, këtë punim tuajën që në fakt është pothuaj një studim, apo jo? Po. Atëherë, ne ja kanë ndihmuar shumë Zysha kujdestare, Zysh Vaelza. Jena konsultu me te për parë se me fillu me punu për projektin, edhe ajo na mbështeti shumë idenë. Sa herë kena pas një pikpyetje ose një çështje se si me trajtu, ajo ka kene gatshme për më na ndihmu. Gjithashtu na ka drejtu në mënyrën se si do ta prezantoshim projektin. Edhe kjo ka qenë gjë shumë e rëndësishme sepse mbështetja në fundit është ajo që ne kishim nevojë. Një mrekulli. Arbi Kuka është përshëndetje, është një tjetër pjesëmarrës dhe i vlerësuar. Cili ishte projekti yt në çfarë kategorie? Unë mora pjesë në kategorinë e programimit, po të krijosh një program sipas ideve të mia, të ishte zbavitës ose për motiv mësimit. Dhe programi që unë krijova quhet IntelliTest, që është një program për të dyja, edhe për zbavitje edhe për mësim. Edhe ky program përfshin brenda lojrat të cilat testojnë për inteligjencën tënde. Dhe megjithëse në letër isha si individ, nuk mund të them që ishte e gjitha puna ime, pasi kisha sigurisht shok të klasës që më ndihmuan me idetë e tyre dhe profesorin e informatikës i cili më dha mbështetje dhe më mësoi edhe disa pjesë të kodeve. Besoj se është një fushë shumë interesante, por ideja që ti e ke ndarë në fushën e studimit dhe në fushën e arktimit është po aq e vlefshme, sidomos shumë aktuale për atë impakt që ka teknologjia tek të rinjt, qoftë në anën shumë pozitive, por qoftë edhe në atë që duhet parë paksa me një lloj skepticizmi. Po, pasi mosha do të bëjë gjithmonë me zbavitje dhe prandaj mund të anashkalojmë mësimet. Dhe një mënyrë që ti bësh tjerë të mësojnë është që duke mësuar edhe mos zbavit njëjtën kohë. Edhe prandaj mendova që pse jo ti bësh bashkë. Shumë e ndjeve konkurrencën me të tjerët që ishin. Po, në kategorinë time ishin 16 projekte dhe në fakt kur shikova projektet e bashkëpunëtorëve të mi, isha me vete që shumë të bukur radhin dhe nuk besoj se do të jetë aq e lehtë të fitoj këtë vit, pasi kam fituar edhe vjet. Ke fituar edhe vjet, mbaj mend ke qenë në studion ton. Dhe kur dole pari me të vërtetë isha shumë i lumtur dhe unë ndjeva i vlerësuar sidomos nga juria. Urime. T'ja kalojmë mikrofonin në dy djemve të tjerë. Përshëndetje. Unë quhem Venci dhe Venci. Përshëndetje Venci, mbiemri yt është? Hajdari. Venci Hajdari. Në Olimpiadën e SEF-it kam hyrë në 2 kategori. Njëra ishte robotika dhe tjetra ishte modelimi 3D. Tek modelimi 3D është një kategori që nuk është fort e përhapur në gjithë Shqipërinë, por un kam
kam lidh në pjesën e përgjithësisë të modelim 3D me një modelim 3D që është pak surreal. Janë disa ishuj që qëndrojnë pezull në ajër. Çfarë fantazie keni, more? Ndoshta lidhet edhe me moshën tuaj, por me përgatitjen që keni padyshim. Ideja ka që është marrë nga disa lojra ndryshe që unë luaj në kompjuter. Është mbështetur nga profesori që më ka dhënë mbështetje më të madhe që jam pasur gjatë gjithë projektit. Që quhet? Që quhet Enes Ishik, është profesori jonë i informatikës dhe në robotika kam krijuar një si tip sensor makinet që as për shumë që afrohesh përsëritet sinjali. Nuk kanë shumë e vlefshme, ha? Po. Nuk kanë qenë projekte të mëdha, por ka qenë rëndësia e kuptimit të projektit që ka dhënë ka arrit që më përfitu mu çmimin e parë dhe çmimin e tretë në Olimpiadën e Asefit. Ndjesh natyrisht e shkëlqyeshëm, apo jo? Po. Të kalojmë mikrofonin Venci, mikrofonin. Në shkollën tonë kushtohet shumë rëndësi teknologjisë dhe sidomos lancë informatikës. E këto dy djemt që janë këtu mbrapa, edhe Arbi edhe Venci janë pjesëmarrës në Olimpiadave të informatikës që janë zhvilluar e fitues. Puna që bëhet është shumë e madhe, por edhe këta kanë një dëshirë të jashtëzakonshme për me dhënë diçka në këtë lëmën e informatikës. Të dy projektet unë kam një kanë shumë bukur. Edhe mund të jenë edhe në të ardhmen mund të jenë ndoshta edhe mund zhvillohen edhe më tej. Nuk e di si mund të shkojnë, por mund të zhvillohen më tej. Do t'ju bëj një pyetje që më buron kështu, po dëshiroj edhe Lajdonin që të njihem paksa. Përshëndetje Lajdon Ymeri. Përshëndetje, po. Unë quhem Lajdon Ymeri dhe unë kam marrë pjesë, do të thonë, këtë vit në ASEF dhe kam hyrë në 2 kategori të ndryshme ku kam fituar në të 2 vendet çmimin e parë. Kam hyrë në faleminderit. Kam marrë pjesë në, do të thënë, në kategorinë e shkencave biologjike dhe në shkencat sociale. Tek shkencat biologjike kam pasur projektin për të mbrojtur, le të thojmë, pyjet, por ne titullin e kemi vendosur si të mbrojmë mushkëritë e planetit tonë. Kjo ka qenë shumë ide e bukur edhe sepse edhe titulli ka shumë vlerë në ASEF. Janë disa gjëra që duke qenë pjesëmarrës shpesh e ASEF-it edhe jemi mësuar edhe dim se çfarë kërkon edhe juria tek ne. Dhe projekti ka pasur një seri eksperimentesh, le të thojmë, e cila ka pasur si synim për të rregullojmë jetën e një bime, ta përshpejtojmë rritjen, ta bëjmë sa më efikase këtë gjë, pa dëmtuar edhe mjediset e tjera përreth. Kemi bë si me mbrojt bime nga shiu acid. Kjo ishte një diçka që është zbuluar nga ana jon komplet në laboratoret që kanë qenë edhe në shkollë, por edhe në laboratoret e Shkodrës. Ka qenë një projekt shumë i bukur dhe shumë i veçantë, prandaj që kjo besoj ka qenë në kollana e pikë të origjinalitetit. Dhe përveç asaj na marrën me fertilizues shumë të ndryshëm, edhe që të njëjtën kohë edhe mas me kanë shumë le të thojmë të shtrajt edhe me rujt mjedisin, sepse fertilizues kanë edhe një impakt keq në njëjtën kohë, por kemi gjetë në rrugën e, do thënë, që edhe me na shkalu efektet negative. Baza laboratorike e shkollës ju ka ndihmuar për realizimin? Po, kuptohet, sidomos edhe mësuesja e biologjisë, Zysh Donalda. Ajo na ka ndihmuar dhe na ka ofruar edhe teorinë që cilën do të na mbështetë shumë për me shpjeguar edhe pse eksperimentet do të ndodhin kështu, cili do të ishte edhe rezultati. Edhe falenderoj shumë edhe për këtë pjesë. Dhe them që laboratori i shkollës ka qenë po shumë i nevojshëm, sepse në rastet që ne nuk kemi qenë të lirë në shkollë, ne kena hyrë në laborator dhe kena punu pafundësisht. Projekti i Lajdon Ibrahimegit është projekt është i kos, ka lidhje me ambientin dhe është një problematik shumë e madhe që po ndeshet njerëzimi sot. Këta projektin e tyne me të vërtet e kanë mbështet te kjo ruajtja e ambientit, mbrojtja e tij. Po njëkohësisht edhe me atë idenë që ne duhet jetojmë, edhe ne duhet mësohemi me këtë problematik. Tu gjetë edhe mundësitë që mi rregullu. Edhe projekti i tyne ka qenë shumë i bukur. Edhe projekti këto janë vetëm 5 nxënës nga Kolegji Hasan Riza Pasha, po jam shumë e bindur dhe siç thatë edhe ju që prapa tyre qëndrojnë grupet e tyre, qëndrojnë dhjetra nxënës që janë përfshirë në këtë olimpiadë, madje temat origjinale, fushat në të cilat ata kanë punuar dhe pikërisht vlefshmëria e çdo ideje
është shumë interesante. Dua t'ju bëj një pyetje. Çfarë ju jep pjesëmarrja? Mos ndoshta tek vetvetja juaj keni gjetur atë rrugtimin tuaj profesional, sepse ju nuk e di, mund t'jeni maturant, paramaturant, ndoshta keni marrë një rrugë që me këto projekte apo me këto pjesëmarrje? Atëherë, do të thonë, unë dua të vlerësoj shumë shkollën, sepse shkolla na ka ndihmuar shumë me këto pjesëmarrjet në aktivitetet jashtë-shkollore. Ju kanë penguar mësimet apo i keni bërë të dyja paralelisht? Kena pas kohës, pasi kena pas shumë pushime këto kohët e fundit, edhe një nxënës kisha thënë gjithmonë mund ta gjej kohën për me arrit dëshironat që dëshiron, do të thonë kur ka vullnet mund t'i bëj. Dhe desha me thonë që këto na kanë ndihmuar shumë edhe në pjesën e vetbesimit, po edhe në pjesën e rritjes së kreativitetit të individit, pasi ne në shkollat sistemi jonë arsimor nuk është krejt i drejt në atë aspektin që nuk e lën nxënësin për me kultivu mendimin e vet, po thjesht e fut në një kornizë, nuk e lën për me dalë aty jashtë, vën ja sigurisht të rënë atë kreativitet individual. Fushat që ju keni zgjedhur për projektet tuaja, janë fusha të dashura për të cilat ju më pas do të zgjidhni edhe studimet të mëvonshme? Besoj që po, është shumë e vërtetë nga që gjëra që ne kena pasion, ne do ndjekim duke zhvilluar njohuritë tona dhe ndjesitë që kena për lëndën e caktuar. Duke marrë në shembull veten time, unë kam në dizajnin në modelimin 3D, nga që më pëlqen shumë dizajni në anën kompjuterike, gjithashtu në robotik, nga që jam i apasionuar nga programimi. Ndoshta vite më pas do të shohim si një inxhinier kompjuterik të botës robotike që mbase dhe shpresoj të na bësh krenar kudo që të ndodhesh. Arbi. Po, me që kam kënë në programim, është shumë pasion në jam i pasi krimi i diçka nga hiqi, të banë më një shumë mirë. Edhe informatika gjithmonë ka tërhek, pasi e kam, nuk e di, ndoshta edhe ngene, prej vëllait, pasi edhe është një informatikën shumë i mirë dhe gjithmonë kam dashur që informatika është parimi kryesor. Do na shtektosh me studime apo do qëndrosh në Shqipëri? Besoj se do shtektoj. Besoj. Rrugë të mbar, por mos e harro këtë studio, të shkollë, sigurisht. Mirë vjeni. Atëherë, java sivit ka qenë shumë intensive, sepse bëhen shumë gjëra paralelisht, sidomos për shumicën për njerëz që kanë pas 2 projekte në SF dhe më vazhdua edhe me mësimet. Për sa i përket pjesës që të shkollës më vonë, unë kam pas përveç projektit psikologjisë me Elma Demen, kam pas projektin në shkencat biologjike me Elma Mesin. Elma tuaja. Po. Dhe përshëndesim edhe Elma Mesin. Tërsa i përket pjesës biologjisë, ne kena pas projektin me se si ndikon teknologjia të truni jonë. Dhe kjo pjesë na ka bë që më motivu shumë të këtë projekti i biologjisë. Do motivohesh në hapat e më pasëm të ndjekësh këtë fusha? Po, besoj se po të biologjia dhe kimia. Suksese. Elma? Atëherë, ashtu se dhe mirëvjeni, unë kam marrë pjesë në 2 projekte, dhe përveç projektit të psikologjisë, isha dhe në projekt të biologjisë me Neda Domnorin. Përshëndesim dhe Nedën, e cila ka qenë edhe vitin e shkuar këtu në studio, profesor. Besoj se kush i ka ndjekur këto nxënës tuaj dhe mendon që janë të shumtë dhe të tjerë, nuk ka si të mos ndjehen entuziast për punën e tyre. Natyrisht merit e shkollës, por edhe tyrja e familjeve e përkushtimit në mësim. Unë dua t'ju përgëzoj shumë. Madje dua të hedh vështrimin në të gjitha ciklet e shkollës suaj, në pjesëmarrjen në nxënësve tuaj, edhe të 9-vjeçarës, të cilët javën e ardhshme do t'i ftoj përsëri këtu në studio, duke ju lënë një hapësirë akoma më të madhe, edhe nxënësve të olimpiadave, mes tyre dhe Ergi Duron, ta përshëndesim nga kjo studio, të cilën e ftojmë mundësisht që t'jetë në emisionin e ardhshëm. Ju përshëndes pafund, jemi në minutat e fundit të këtij programi. Faleminderit për ftesën që na bët. Ne jemi në mirë që erdhëm këtu dhe nxënësit që shprehen atë që me të vërtet dëshiroshin. Këto e meritojnë me kanë çdo platformë. Unë jam unë që në momentin e parë thash jam krenar që jam mësuesi tyne. Ju falenderoj edhe një herë. Dhe ata krenar për shkollën që i përgatiti, apo jo?
Të nderuar dëgjuesë të programit Mirëmëngjes Shkodër. Ishte një takim mbreslënës me këto nxënës, me punët e tyre, me shkollën e tyre, me pedagogët e tyre. Dhe s'ka se të mos ndjehemi vërtet krenar, ju urojmë rrugëtim të mbar në udhën e dijes, ndërkohë që Mirëmëngjes Shkodër për sot përfundon këtu. Miru takofshim nesër.